Jemi rikthyer në studio të nderuar teleshikues. U detyruam të ndërpresim bisedën e cila ishte në kulmin e saj për shkak të ndërprerjes publicitare, por ne kemi vjuar ndërkohë në tryez bisedën. Mua më pëlqen të dëgjoj faktin që tashmë shteti, dhe këtë them me shumë siguri, shteti ka vendosur të kontrollojë mënyrën se si investohet, shqetësimin që ka edhe zonja Merita, se si ky investim aplikohet dhe se si vjen tek ne produkti. Qose deri dje ka qenë koncepti, siç e përmendët, që nëse nuk e i regjistruar nuk qënë ke subjekti kontrollit nga ana e shtetit, gjë që edhe në një logjik krejt elementare nuk rri, por me sa duket ka qenë elementi korrupsion, një nga faktorët i cili synohet edhe nga imponimi evropian, por ne ndjejmë dhe se është krejt e domosdoshme vetë në organizimin tonë ta luftojmë. Absolutisht ky u luftua me një herë ky koncept, është luftuar brenda muajit parë sapo kemi filluar punë, sepse madje edhe një drejtoresh. Sa rezistencë ka pasur ky? Nuk ka pasur shumë reagim? Apo duke e ndjerë që në fakt tashmë kanë kuptuar deri këtu dhe nuk shkon më tutje? Kishte pak sa reagim, shumë pak, sepse menjëherë ne i vum përpara gjithë njerëzve të AKU-s, gjithë menaxhimit të AKU-s, i vum përpara bazën ligjore, ku vërtet ti nuk futesh për të kontrolluar në këtë subjekt sepse ke detyrimin ta bllokosh në qast. Një subjekt që është pa licencuar. Duhet ta bllokosh me një herë se ti nuk futesh fare në negociata. Ti ke këtë lloj detyrimit. Dhe ky ishte ligji. Dhe ato lexonin vetëm një pjesë ligjit që nuk inspektohet. Nuk inspektohet sepse ai bllokohet. Qartë. Atëherë ti bllokoje, mbyllë, mbaroi historia. Ligji apo me ligji? Ligji, po. Në rastin konkret nuk bëhet interpretimi sipas me ligjit. Po, pra po. Dhe është ajo që i tha edhe Besniku, që janë regjistruar vetëm muajin e parë, janë regjistruar me qindra subjekte, vetëm gjatë kontrollit të mishit. Çfarë ka ndodhur me këto subjekte? Qindra janë licencuar dhe më pas janë kthyer. Janë pjesë, ne kemi një sistem të unifikuar praktikash inspektimi. Pra gjithë inspektorët e AKU-s në zbatim të legjislacionit në fuqi kanë praktikat dhe të unifikuara praktikat e inspektimit. Sepse kjo i bën të ndihen mirë dhe të mbrojtur dhe të sigurt në investimin e tyre. Inspektori shënimit ky subjekt i regjistruar i pa regjistruar brenda standardeve jashtë standardeve. Subjektet që kanë investuar seriozisht. Vazhdohet në mënyrë të vazhdueshme. Një nga detyrat tona është ndërgjegjësimi i konsumatorit dhe i operatorëve të biznesit, që ne kemi pas pjesë të turezave të rrumbullakta që kemi zhvilluar në bashkëpunim me projektin që pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit është instaluar prej 4 vitesh një projekt për konsolidimin e sigurisë ushqimore, e investuar nga Bashkimi Evropian dhe ka qenë pjesë e prodhimit të legjislacionit dhe e trajnimit të punojësve. Ne kemi gjatë vitit 2014, ku rreth 60% e këtyre trajnimeve që po flas tani janë kryer, janë trajnuar rreth 300 punojës të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Qoftë për ushqimin me origjinë shtazore, qoftë për ushqimin me origjinë jo shtazore, qoftë për inspektorët në pikat e kalimit kufitar, qoftë për fitosanitarët në Shqipëri nga ky projekt i konsolidimit të sigurisë ushqimore, në Itali, në Danimark, në Spanjë, në Francë, që janë trajnime të vazhdueshme. Sot që flasim janë rreth 20 punojës të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të fushave të ndryshme, të sektorëve të ndryshme që trajnohen, një pjesë e tyre në Shqipëri dhe një pjesë e tyre në Itali. Është EFSA që na ka ndihmuar shumë në trajnimin e punojësve këtë periudhë. Do flasim dhe për këtë pjesë dhe për investimet e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Shqiptarët janë popull që janë shumë simëtar për sa i përket ushqimit. Dinë të hanë mirë, por ndoshta pjesa e ndërgjegjësimit të tyre për të ditur se ku duhet hanë dhe për ta zgjedhur. Ne duam tryezën plot. Jemi keq. Për vërtetës ne duam tryezën plot. Në Kjo është një ndër kontributet që duhet japin në fakt edhe shoqëria civile, por veçanërisht mediat, sepse por nëse kontrollohet nga shteti kjo pjesë, ndihmon jo vetëm ata që kanë investuar me seriozitet dhe duan të vinë në treg me dinjitetin që u takon. Mua më pëlqeu një element që ju përmendët pak më parë, kostoja. Ose le të themi sa kjo do t'i kushtoj xhepit të shqiptarëve. Nëse më thuhet që një ushqim i sigurt është dhe i pranueshëm ose është krejti i menaxhush i përballueshëm nga xhepi i shqiptarëve, sepse mund të konkurojë ky shërbim informal pikërisht me uljen e nuk paguan taksat, nuk paguan detyrimet karshi shtetit dhe bën lojën me çmimin. Dhe ndoshta dikush mund të çedojë përpara kësaj duke mos qenë krejt ndërgjegjshëm për sa i përket cilësisë. Atëherë,
në vijim të përgjigjes suaj se cilat janë përfitimet e konsumatorit shqiptar dhe shoqërisë shqiptare nga procesi i integrimit, unë përmenda së pari legjislacionin, së dyti zbatimin e ligjit, së treti unë do doja të përmendja pikërisht këtë standardizimin e tregut, standardizimin e industrive, për standardizimin jo thjesht nga pikpamja e sigurisë ushqimore, por standardizimin edhe nga pikpamja e funksionimit të tyre, që do të thotë do të punojnë të gjithë me të njëjtat rregulla, jo njëri mbas çdo procesit lan dhe shplan, ndërsa tjetri nuk e njeh se ç'është detergjenti. Pra, kjo do të bëjë një lloj standardizimi. Duke ndodhur ky lloj standardizimi, unë jam i bindur që një pjesë operatorëve edhe mund të dalin nga tregu fare. Një pjesë operatorëve që s'kan lidhje fare me industrinë, po themi, apo me prodhimin, dhe do të kalojnë në një pozicion tjetër, në një pozicion të ndërmjetësit, në një pozicion të tregtarit, shumicës, pakicës, etj. Me radhë. Dhe kjo do t'i japi më shumë frymëmarrje industrive të mirëfillta, operatorëve serioz, operatorëve që tashmë kanë mësuar rregullat e tregut, dhe unë jam i bindur se ky proces jo vetëm që nuk ka për të rritur kostot, por përkundrazi ka për të ndikuar në uljen e kostove, sepse duke i hapur hapësirë operatorëve të mëdhenj, ato pastaj do fillojnë të përfitojnë edhe nga ekonomia e shkallës. Dhe duke përfituar nga ekonomia e shkallës ka shumë më tepër gjasa që të ulin koston. Elementi tjetër është se duke rritur ose duke implementuar, aplikuar standardet e sigurisë ushqimore, industritë tona kanë për të u hapur në eksport. Duke u hapur në eksport, absolutisht do të kemi përsëri një ulje të kostove, sepse një produkt ka 50-60% kostot e produktit, kostot operative, dhe ka një 40% kosto fikse, që janë kostot e menaxhimit e tjerë. Në qoftë se prodhohen më shumë njësi, pra nuk prodhohen më 10 ton sallam, por do të prodhohen 15, atëherë këto kosto fikse fillojnë dhe zbriten dhe fillon dhe përsërit kemi një ekonomi më konkurruese, kemi produkte më konkurruese. Pra, një proces i standardizimit ka për të absolutisht nuk ka për të rezultuar me rritje të kostove, një proces i prodhimit të një produkti më të sigurt, përkundrazi do të bëj që operatorët serioz të kenë tashmë më frymëmarrje, të kenë më shumë prodhim rreth vetes, siç edhe po ndodh ditë për ditë, se gjithmonë më tepër marrin hapësirë operatorët serioz, se konsumatori orientohet, por do të kemi, mbi të gjitha do kemi hapjen e eksporteve. Kjo do jetë shumë e rëndësishme. Ne sot nuk eksportojmë, industritë tona kryesore nuk eksportojnë dot. Ne eksportojmë peshk, madje edhe peshkun, kryesisht peshkun e përpunuar që realizohet me lëndë të parë të ardhura nga jashtë, eksportojmë edhe fruta perime. Edhe fruta perimet kryesisht në vendet e lindjes, jo në vendet e perëndimit, ku mund të merrej edhe marzhi më i lartë. Por ne kemi totalisht të bllokuar industritë me marzh shumë të lartë, me xhiro shumë të larta, siç janë industria e mishit, industria e qumshtit, molusqet, që edhe këto kanë mundësira për të sjellë të ardhurat mira. Që do thotë këtu kemi nevojë ende të investojmë në standardizimin. Dhe arsyeja kryesore është pikërisht mos dhënia e garancive veçanërisht nga administrata publike, nga institucionet publike për ndjekje të gjithë zinxhirit të sigurisë ushqimore, sepse po ti marrësh veç industritë për të cilët sapo fola, ne kemi industri model, kemi biznese model në këto lloj sektorësh, qoftë në mish, qoftë në qumësht. Janë vërtet industri shumë të mira, biznese shumë të mira që kur vinë inspektorët e huaj që inspektojnë, qoftë edhe për qëllime të certifikimit vullnetar që ato realizojnë, por edhe inspektorët që ne sjellim nga jashtë, ato thonë që këto industri janë modele edhe në Europë, edhe në Europë nuk shihen ditë për ditë të tilla industri. Por kemi probleme me garantimin e standardeve të sigurisë ushqimore të gjithë zinxhirit nga ana jonë. Dhe kjo derisa shkon te konsumatori, dhe kjo i bllokon këto industri, pastaj i bën që të jenë të pabesueshme, sepse është sistemi jon i pabesueshëm. Jo se industritë nuk prodhojnë mirë, jo se produkti i tyre nuk është i mirë, dhe unë këtë nuk e them për ta nuk e them për të qetësuar konsumatorin, absolutisht është realiteti, ky është një realitet që produktet tona janë të mira, industritë tona prodhojnë mirë në shumicën e tyre. Por sistemi i monitorimit të kësaj sigurie
indërtuar nga institucionet publike, nuk je besueshmëri dhe për këtë arsye ne nuk eksportojmë dot sallam, nuk eksportojmë dot mish, produkte tipike, nën-produkte tipike shqiptare të cilat mund të ishin jashtëzakonisht të shitshme në vendet ku ne kemi përqendrime të komuniteteve të emigrantëve, siç do ishte Italia apo Greqia. Ne nuk çojmë dot sallamrat tonë atje, nuk çojmë dot fërgesën e gjizës, nuk çojmë dot shumë produkte të tjera. Po ndërkohë në gjithë të suri dhe në gjithë ato përpjekje Bashkimi Evropian si ka investuar në Shqipëri me çfarë projektesh? Cila ka qenë prezenca e tij në këtë fushë? Nëse më lejoni do doja të shkoja pak që tek titulli i emisionit, që është shumë interesant. Thuhet Shqipëria dhe Europa drejt një rruge të përbashkët, dhe duket që kemi dy anë të ekuacionit. Nga njëra anë është Shqipëria, cilës janë vënë le të themi detyrat e shtëpisë nga BE-ja, cilat u diskutua progresi që është bërë. Nga ana tjetër ama është edhe BE-ja, e cila jo vetëm i vë përpara Shqipërisë të detyra shtëpie, por edhe investon, ka instrumenta të ndryshëm me të cilët investon që këto të arrihen pra standardet. Një prej këtyre instrumentave janë edhe instrumentat financiar, dhe do doja të përmendja këtu për instrumentin e parantarësimit, pra që është instrumenti financiar që përdor BE-ja, por doja të shkoj edhe pak më përpara, në vitin 2005 në fakt, nëpërmjet programit të CARDS është krijuar ideja për të themeluar për autoritetin kombëtar të ushqimit, që ka filluar të operojë më vonë. Megjithatë, duke hedhur një sy projekteve të BE-s, pra të kësaj kornize financiare 2007-2013, sepse tani kemi kornizën tjetër dhe do ketë projekte të tjera, mund të vësh re një ndarje në dy faza, të paktën unë e shikoj kështu. Në fazën e parë, duke qenë se ende nuk ishte krijuar autoriteti i kontrollit të ushqimit, në fazën e parë është investuar shumë tek legjislacioni, është investuar shumë tek masa që duhet marrë Shqipëria apo institucionet që në atë kohë ishin ekzistuese për kontrollin e ushqimit, për sigurinë e ushqimit, për sigurinë e konsumatorit. Përmendem këtu në IPA në vitin 2008-2009, të cilat janë marrë në mënyrë shumë intensive me legjislacionin, ndërkohë nga viti 2010 e mbrapa, por që sigurisht ato duan shumë kohë sa të përthithen fondet, sa të filloj puna, por nga viti 2010 e mbrapa IPA është fokusuar shumë tek fillimi i autoritetit kombëtar të ushqimit. 2010 ka filluar AKU-ja të funksionojë dhe është investuar shumë edhe në ndërtimin dhe konsolidimin e zyrave rajonale dhe të laboratorëve rajonal. Pra që prej asaj kohe vjet e re dhe në 2013 ne pam që IPA 2013 u fokusua tek forcimi i punës së këtyre zyrave rajonale. Nga 12 drejtori rajonale janë financuar nga fillimi që janë ndërtuar të reja 12 laborator edhe administrat drejtori 9 laborator të autoritetit kombëtar të ushqimit me një vlerë prej rreth cilët kanë detyrimin të analizojnë, të bëjnë në fazën e parë të analizave për të zbuluar nëse ka problematika apo jo në një produkt ushqimor. Dhe pastaj këto bëjnë fazën e parë të identifikimit të problematikës dhe në qoftë se ka problematika, atëherë kalojnë tek ISUVI që është laboratori referent. Ne kemi 12 laboratorë rajonal më i specializuar etj. Edhe kjo është një praktikë shumë e mirë, sepse laboratorët rajonal pothuajse ishin atrofizuar totalisht. Pothuajse nuk bënin asgjë, madje një ndër ekspertët e huaj që ne patëm para një jave në zyrën time, një nga këto ekspertët e TAIEX-it, tha laboratorët tuaj, tha, këto ekzistuesi që kemi gjetë, përveç se s'bëjnë asgjë ose bëjnë shumë pak, ato tha do ishte më mirë tha që të mos e bënin as ato që po bëjnë, sepse në një botë ku rreziku është transferuar në disa elementë të tjerë, siç janë pesticidet, hormonet e tjerë, ato vazhdojnë dhe analizojnë disa rreziqe që i kanë qenë këtu e para 25 vitesh dhe analizojnë rreziqe që pothuajse nuk ekzistojnë dhe mbi bazën e këtyre analizave ato certifikojnë produktin dhe thonë ky produkt është i analizuar dhe është okay. Pra marrin përsipër të certifikojnë diçka që ato në fakt nuk e kanë analizuar, por rrezikun e mirëfillt që ka. Kjo është situata që kemi gjetur. Por ne jemi duke ndryshuar edhe me mbështetjen e këtyre financimeve që janë dhënë nga Bashkimi Evropian. Që nuk janë vetëm në këtë periudhë janë rreth 7,5 milionë euro, ku 1,5 milionë euro ka qenë nga qeveria shqiptare, që janë financuar në këtë drejtim. Për ndërtimin e godinave, janë 9 godina të reja të ndërtuara nga fillimi dhe është faza përmbyllëse, ne po i marrim në dorëzim bashkëpunim me Komisionin Evropian. Janë supervizuar nga një kompani e Bashkimit Evropian Gjermane,
janë brenda gjitha standardeve më të mira të Bashkimit Evropian, është një ndihmë shumë e madhe që është dhënë të drejtim, është ndihmë tjetër shumë e rëndësishme trajnimi i punojësve, që është gjatë vitit 2014 kanë një mbështetje gjatë këtij vitit të jashtëzakonshme në drejtim të trajnimit, qoftë nga projektet EIPAS, qoftë nga EFSA, që është Agjencia Evropiane e Sigurisë Ushqimore, qoftë nga TAEX-i. Kemi në 3 drejtime të trajnimin e punojësve. Të trajnohen nga 523 punojës që kemi në total brenda 7 muajve në trajnim të vazhdueshëm, jo workshop apo seminare një ditore, 300 punojës është gjë shumë e madhe. Pra është një investim që të jep siguri që je futur në rrugën e mbar dhe do të vendosen përgjegjësitë për institucionin përkatës dhe për persona përkatës të trajnuar, të specializuar në këtë drejtim për të garantuar një siguri ushqimore të standardeve bashkëkohore në vendin tonë. Për të kthyer pak, nëse më lejoni, tek kur e filloi zonja Enkeleda bisedën sa janë të ndërgjegjësuar konsumatorët shqiptar. Në fakt, kjo është një pjesë e punës së Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, por ndihma kryesore bëhet nga mediat. Ne në fakt nuk i kemi të ndërgjegjësuar konsumatorët. Praktikisht, ndoshta duhet ta ritheksoj sërish. Edhe për panelin me cilin po diskutojmë sot. Qëllimi i të bërit të gjithë linjës e emisioneve për sa i përket rrugës integrimit që Shqipëria po ndjek, për qenë pjesë e komunitetit evropian. Në Shqipëria dhe Europa drejt një të ardhmet përbashkët, tashmë jemi ndërgjegjshëm që duhet bëjmë vetë investimin tonë, nuk duhet presim gjithçka të na vi nga jashtë. Natyrisht që ndihma e tyre nuk ka munguar ashtu siç ne folëm, por së pari duke filluar nga të gjithë ata që na ndjekin sot nga shtëpitë. Duhet jemi ndërgjegjshëm që duhet ndryshojmë dhe mënyrën e të menduarit, jo për të pritur gjithçka gati, por të dimë çfarë të kërkojmë, kjo duke respektuar dhe veten, por dhe institucionet. Nga ana tjetër, pjesa e institucioneve bën punën e saj dhe në tryezat tona kanë qenë të përfshirë jo vetëm institucionet qeveritare, por përfaqësimi i shoqërisë civile, të grupeve të interesit, bota akademike për të diskutuar këto gjëra thjesht dhe të kuptohen nga të gjithë ata që na ndjekin, kjo me qëllim informimin e tyre. Në çapa jemi dhe unë kuptoj që jemi në rrugë të mbarë dhe kjo më bën të ndihem shumë mirë, jo vetëm si drejtuesi i emisionit, por dhe si konsumatori në shtëpi. Në fundit të gjithë ne jemi konsumator. Por kemi një detyrë tjetër, detyrë qytetare, që të investojmë të gjithë së bashku. Ndoshta ne si media në mënyrën tonë, me komunikimin dhe me informimin, por me informimin e standardizuar, me një informim të saktë dhe të vërtet, duke thënë, gjithçka e mirë është bërë, që është bërë dhe të gjitha problemet të cilat presin të zgjidhen. Dhe praktikisht kuptoj që konsumatori me mënyrën me cilën ne, ose le themi qeveria po punon, së bashku me institucionet e saj, duket se jemi në rrugë të mbarë. Duket se jemi në rrugë të mbarë për sa i përket edhe logjikës dhe legjislacionit tashmë është, por puna që po bëhet për ta aplikuar është vërtet shumë e mirë, është vërtet shpresdhënëse dhe është orientimi i duhur, domethënë ka një përgjegjshmëri tashmë totalisht të konsoliduar, ju mund ta shihni edhe në gjitha. Është dhe nga presioni që po na bëhet vazhdimisht për t'i vënë gjërat aty ku duhet. Është presioni, ky presion nuk ka munguar as para një viti, mendoj që është zgjedhja e njerëzve të duhur në vendet e duhura, jo më kohë të theksova pak më parë. Absolutisht, edhe kjo është, sepse në fundit njerëzit e bëjnë punën. Njerëzit e bëjnë punën, njerëzit janë ato që japin orientimin, njerëzit janë ato që lexojnë edhe raportet e BE-s dhe që kanë në dorë pastaj të jenë të përgjegjshëm apo të papërgjegjshëm para atyre raporteve, sepse unë kam parë raporte. Gjitha mendoj që duhet jemi të vërtet me veten. Ne duhet jemi të vërtet me veten dhe të përgjegjshëm për sa i përket atyre që na takon të bëjmë dhe mënyrës se si e bëjmë. Për fat të keq, koha që ne kemi në dispozicion për diskutuar për këtë çështje e cila mund të marrë dhe gjithë mbrëmjen me gjithë të drejtën. Është drejt fundit dhe unë gjej rastin t'ju falenderoj jashtëzakonisht shumë, sepse gjithçka që tham ishte e saktë, e përmbledhur dhe gjykoj që u përpoqëm t'i bijem të gjithë problemeve në kokë.
ndoshta nuk arritëm dot të shtjellojmë, sepse është kohë e pamjaftueshme. Unë shpresoj të kemi mundësi në emisionet e tjera të rikthehemi çështjeve specifike për t'i trajtuar me detaje. Zoti Zëvendës Ministri Alban Zusi, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e panelit në këtë tavolinë. Zonja Merita Uruçi, drejtoresha ekzekutive e shoqatës Adama. Falenderoj dhe për opinionet dhe mendimet që solle. Zoti Besnik Jaka, drejtorisë së vlerësimit dhe komunikimit në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Zoti Besnik, falenderit. Falenderit ju. Dhe zonjush Megi, falenderit që ishte pjesë e panelit. Nderuar teleshikues, unë ju falenderoj që na ndoqët edhe gjatë mbrëmjes së sotme. Shqipëria dhe Europa drejt një të ardhme të përbashkët me Muajda Elbasanin. Unë ju pres sërish të premten tjetër me një temë të re për të diskutuar së bashku dhe do përpiqemi, e kemi marrë si sfidë, nuk e di sa do të mund të realizojmë brenda 45-50 minutave të një emisioni, të sjellim sa më shumë informacion të vlefshëm për të gjithë ju. Ju falenderoj.